Grupe duke ardhur me veshje adekuate dhe të përgatitur për ecjen malore që i priste prej plot 23 kilometra. Atmosferë entuziaste e bashkëpunuese vëreshte që në mëngjes dhe të gjithë gati për të përshkuar shtitjet e bukura të Malit Shar. Këta njerëz, jo me dhjetra, por me qindra, më saktësisht mbi 400 persona, ju bashkëngjitën marshit malor Guri Rafsht, i cili vjen në organizim të shoqatës malore Shari nga Gostivari. Edhe si vjet, nisi u bën nga Fshalizdunj, ndërsa për sigurinë e marrshuesve u kujdesën shtëpia e shëndetit, kryqi kuq dhe policia kufitare. Pas përshëndetjeve me njëri tjetrin, ata u nisën në rrugën e cila ka gjurmët e saj tashmë një dekadë. Grup mosha të ndryshme, fillimisht nisën nga Zdujna dhe kaluan duke ecur drejt fshatit Jellovc, ndërsa pamja që në fillim ishte Mahnice, kjo fal asaj çka ofron natyra gjatë kësaj periudhe të vitit. Gjatë ecjes, marrshuesve ju bashkangjitën dhe një grup të cilët kishin zgjedhur që këtë marsh ta përshkonin me kuajt e tyre apo me motocikleta. Rruga e gjatë, në fakt, doli të ishte e këndshme dhe të gjithë ja dolën për të përshkuar 23 kilometra në këmbë e në përmale për të arritur në destinacionin e quajtur Guri Rafsht, emrin të cilit e mban edhe ky marsh. Marshit u bashkangjitën me 10 shoqata malore nga gjithë Maqedonia dhe nga rajoni. Qamuran Irda, kryetari shoqatës bjeshkatare Shkupi, thotë se organizimi ka qenë shumë i mirë dhe uron që ky marsh të vazhdojë edhe në të ardhmen. Kemi në një organizim të mrekullueshëm të shoqatës bjeshkatare Shari Gostivar, që me të vërtetë jemi duke kaluar shumë mirë, kjo organizim shumë i mirë. Edhe mund të them se vetëm ato që përjetojnë këtë, përndryshe nuk mund të përshkruhet se si janë këto bukurit. Kemi ardhur ta shohim Malin Shar, si çdo herë bukuritë e Malit Shar janë numër 1. Organizimi shumë i mirë, ne kemi pas edhe Ismet Shurbanin përpara si udhëheqësi i grupit, organizimi perfekt, shumë i mirë, domethënë një organizim i tillë, një organizim shumë i madh, këtu shkohet vetëm me udhëheqës si është edhe Ismet Shurbani, me hapat ngadalshëm, çka për të gjithë njësoj që bëhet hip maje. Kryesorja është të gjithë në maje, jo vetëm ata që mundin, por të gjithë në maje.
Iftar Mehmeti nga shoqata Sytë e Shari thotë se 25 vite bën ecje në malet e vendit ton, por si Shari nuk ka dhe shton se miq më të mirë ka gjetur në shoqatat malore. Kjo marshut që organizon në mënyrë tradicionale Shari, kjo është një marshut shumë e këndshme. Pika që e kanë zgjedhë që vjetor është një pikë që çdo mysafir që vin në Tetovë shef Sharin, kjo është si ksula. Edhe unë që si fëmijë komandru vite të guri, se kom di se i qujnë guri rashke, ma vonë e keni kuptu, unë kom qenë edhe herë tjera, se në jemi si shoqat, njëfimi me këta të Gostivajt. Besoj që sot ka një numër të madh mysafirëve nga Kosova, nga mbar Maqedonie, gjithë fshatmet e gjithë shoqatat që janë regjistru si motra këtu, bishkatare të Maqedonisë. Fati jonë i Gostivarit, Prizrenit, Tetovës, që janë qytete të Malit Sharë. E veçanërisht Tetova edhe dhe Gostivari që e kanë minjerë të dera e shtëpisë. Në mëngjes për një orë jenë në Sharë. Sharë është, neve në ka thënë Dokratë, Sharë është vendi më i bukur që ka Evropa. Është livadhi i madh. Zvicra ka, a me shkamborës, nuk janë të pakapshme, vetëm për alpinistët, ndërsa Sharë është një livadhi i madh të 65 km nga Luboteni e deri te Vraca e vogël. Shko kur duhesh, ndash dimrit, ndash verës. Osman Uka, kryetari shoqatës bjeshkatare Shari Prizren nga Prizreni, sqaron se kanë qenë disa herë në këtë organizim. Ai tha se marshi ka qenë shumë mirë i organizuar dhe se janë parë vende shumë të bukura. Është tegu jashtëzakonisht i mirë, edhe shoqënia e mirë, shoqënia e bukur. Koha e mirë, na majti kemi pamje shumë të mirë, kështu që me gjithë shef na vim. Edhe organizimi ka qenë është i mrekullueshëm, perfekt. Shtegu ku kemi pas pushimet, kemi pas pamje të bukur, shoqëninë muhabet. E tash erdhëm deri te Guri Rasht, e pe këtu tani do shkojmë poshtë ku do na prit edhe dreka, një grosht këti malore. Vladimir Tërpecki nga klubi malor Jella nga Tetova shpreh i kënaqur nga organizimi, ndërsa sipas tij, shoqërimi në mal është më i mirë se në çdo vend tjetër, për çka bën thirrje që sa më shumë kohë të kalojmë në natyrë. Отлично, мне повече пъти сме били овде, късото, що последният път не фати дощ. Kemi kaluar shkëlqyeshëm, disa herë kemi qenë këtu, para 2 vitesh na kapi edhe shiu, si vjetë, si që shihni, gjithçka shkon si duhet. Ne kemi male të bukura, mbase gjëra të tjera s'kemi, por definitivisht kemi male të bukura. Prandaj të gjithë duhet të vinë dhe t'i shohin këto bukuri.
Altrin Bajrami nga shoqata bjeshkatare Tetova nga Tetova thotë se bashkëpunimi me shoqatën malore Shari nga Gostivari është shumë i mirë dhe u bën thirrje të rinjve që sa më shumë të merren me bjeshkatari. Shumë mirë, organizimi në nivel, jemi të kënaqur, guidat ishin në nivel, gjithçka është e perfekt. Arritëm deri këtu Këcaki, tani shkojmë ke shtëpia malore e klubit të Sharit, ku na pretet atje një drek, një solemnitet i mirë dhe shpresojmë të përmbyllet krejt me gjana të mira. Veçanërisht u bëj të rive apel që të vinë sa më shumë të ndjekin rrugën e bjeshkatarisë. Pasi këtu kemi mali Shar, edhe malet tjera kanë disa bukuri që ma gjepse. Surur Bullut, kryetari i shoqatës bjeshkatare Axhibeta nga Prizreni, deklaron se janë me vite mysafir të këtij marshi. Apelon që rinia të vizitojë sa më shumë malin Shar, pasi siç ai thotë, kjo pasuri natyrore nuk gjendet askund tjetër. Jemi mysafir tradicional. E falenderojmë kryetarin e shoqatës malore Shari nga Gostivari, zotëri Qerimin. E falenderojmë edhe Ismetin, shokun ton, vllaun ton, i cili çdo vjet na fton në këtë marsh tradicional, edhe na me vullnetin më të madh, me gëzimin më të madh i bashkangjitemi këtij marshi. Perfekt, vendet bukura, koha është e bukur. Sot si me pas porosit kohën është shumë, natyra ka lulzu, po ndoket që Shari është në atë bukurinë më të madhe që din me se. Natyra ofron gjithçka, sidomos Shari ofron me ton këto bukuri, me tërë këtë ajër të pastër, të shëndetshëm, edhe i ftoj që të vinë. Shari na me Gostivarin e kem të përbashk, jemi shoqatë vllazërore, Shari fizikisht na ndan, po shpirtërisht na bashkon. Rufki Ahmeti nga shoqata bjeshkatare Nivishte e Rekës e përme, organizimi ka qenë shumë i mirë dhe ka pasur shumë shoqërim. Ma mirë nuk ka çka të themi, do të thonë gjithat mirat, shoqata Shari është me përvojë më e madhe pak me neve, ka organizimi është fantastik, shoqëria është mas e nivel, nuk ka çka të themi diçka keq. Vetëm një apel te popullata që të bashkohen sa më shumë të vinë e të shijojnë këto bukuritë natyrës. Vendet bukura më të mira, më tonë tash mos e rri shumë, po më të mira në Ballkan. Mos të mbohet kështu. Më mirë nuk ka. Kënaqësia është mas e dyfisht. Do të thonë vetëm lusim popullatën që të bashkangjiten, se vetëm mirë mund gjesh këtu, vetëm shëndet mund gjesh këtë pjesë.
Qashi Falimi, ndërantarët më të vjetër të shoqatës malore Shari, ka bërë thirrje që këtij marshi t'i bashkangjiten të gjithë gostivarat si të më gjërë viteve të ardhshme. Përshëndetje, jam antar i shoqatës malore Shari, jam ndër më të vjetrit, bashkë me kryetarin tonë Kerim Albazin dhe shokun Ismetin, bëjmë aktivitete, dhe me thonë, me gjithë shoqata tjera, ka kena ftesa, shkojmë, ecim, i ftoj gjithë njerëzit, dhe me thonë, tretit Gostivarit dhe qytetit Gostivarit, që të miren me këtë aktivitet. Kjo është shumë mirë për shëndetin, edhe për shoqërinë, do me thonë, shoqërojnë njerëzit këtu. Ka shumë njerëz, edhe kena edhe misafir të Kosovës, edhe kena prej tanë Maqedonisë, do me thonë, qyteteve të Maqedonisë. Është kënaqësi, shoqërojna. Edhe si vjet Guida udhëhiqej nga Ismet Çurba nga Gostivari. Ai deri më tani ka udhëhequr thuajse çdo masht organizuar nga shoqata malore Shari. Shurban tha se 23 kilometra eci është zhvilluar në 2 pjesë, në 2 grupe, ndërsa Guri Rafsh ndodhet në lartësi prej mbi 1800 metra. Gjatësi e rrutës është 23 kilometre total. Dhe kina nis prej fshatit Zdujnë, pastaj kalom fshatin Leshnic, erdhën Gjellës Poshme, në u bashkangjit edhe grupi që erdhën me vetura, pastaj erdhën në kanali të Ujrat Shari, ku grupët u danë në 2 pjesë. Grupin që e udhëheqi une, erdhën ka Guri Zi, këto për momentin gjiten në Gurin e Rafsh, 1886 metre lartësi mbiretare. Pastaj dhe vazhdojmë për Murgoveci edhe dhe shkojmë ke shtëpia malore Shari, ku ushtrohu dreka për peshkatarët. Jom i kënaqur me ekipin, me udhëhecit, me misafirët. Kina misafir nga Kosova, kina misafir nga Shkupi, Kumanova, Koçani, Shtipi, dhe janë këtë lumtur, janë këtë mirë, edhe që ashtu më vjen me se i kina pa edhe në njësin tonë edhe fëmijë, ashtu që janë edhe kalorosit e Gostivarit tu, në thotë e mirë, këtë kaloj mirë. Kryetari i shoqatës malore Shari, Kerim Abazi, shprehet i lumtur për respektin që i është bërë shoqatës me numër të madh të pjesëmarrësve nga vendi dhe rajoni, duke e tejkaluar numrin prej 400 personave. Si çdo vjet edhe si vjet, shoqata malore Shari bën organizimin e marshit tradicional Guri Rafsh 2025. Ku marrin pjesë shumë shoqata në nivel republikan dhe jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga Kosova, nga Shqipëria, nga Bullgaria, sot kemi pas, si çdo herë, mbi 420 vet njerëz që kanë ardhur në drek solem që shoqata organizon gati se çdo vjet. Të gjitha shoqatat malore janë të mirë se ardhura, pa marrë parasysh fen, vetëm t'i vizitojmë malet ku kemi vende shumë të bukura dhe duhet t'i ruajmë malet. Falënderim të posaçëm udhëhecit të parkut kombëtar Shari, një falënderim të posaçëm policisë kufitare, rangjerëve, të gjithëve që na ndihmuan për mbarvajtjen e rendit, mos kemi asnjë problem, se kemi pas shumë njerëz, mbi 300 vet kemi pas deri te Guri lart. Pas përfundimit të marshit, shoqata malore Shari shtroi drekën tradicionale të shtëpia e tyre malore, të cilën e kishte përgatitur kuzhina popullore Vitabi nga Gostivari. Ushqimi përbëj nga pasull tradicional dhe hall. Kryetari i shoqatës malore Shari, Kerim Abazi, ka përndëruar Vitabin që dhe si vjet ka përgatitur dhe sponsorizuar ushqimin. Falënderimin më të madh e ka Vitabi, kur u morën vesh se si çdo vjet të organizojmë nga Gostivari, ai shpreh dëshirë, tha, unë do të vi ke shtëpia malore, ushqimin do ta përgatis deri ke shtëpia, ta hanë, tha, gjithë ata misafirët të ushqimin e ngrohtë. Edhe ashtu u realizou, ushqimi ka qenë në nivelin më të lartë. Falënderimin më të madh i takon Vitabi. Në fund, organizatori kanë ndarë mirënjohje për të gjithë pjesëmarrësit dhe kontribuesit e marshit të si vjetëm, mesin e tyre dhe për televizionin Globi, i cili ndjek për çdo vit këtë marsh tradicional.
ndryshe, shoqata malore Shari brenda vitit zhvillon një sër aktivitetesh në nivel republikan dhe ballkanik. Ajo si vjet shënon 22 vite nga themelimi i saj dhe sot numëron një numër të madh antarësh.